Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në podcastin ton që e kemi bërë në kuadër të showbizit dhe të historive tjetës, këtë herë për të ndaluar tek Egla Ceno. Egla Ceno, një personazh i njohur i Big Brotherit, siç duket ka probleme me gjykatën shqiptare. Gjykata e Tiranës ka shpallur fajtore Egla Cenon për shpifje ndaj Sajmir Kodrës. Në një komunikim në emisionin Goca dhe Gra, Egla Ceno u shpreh se nuk e komenton vendimin e gjykatës dhe se do të pres zbardhjen e çështjes, zbardhjen e vendimit. Mëtej shtoi se do të apeloj dhe do të ndjek të çështje në të gjitha hapat ligjore, pasi sipas Eglës qëndron deklarata që ka bërë kur tha se është ngacmuar seksualisht në vendin e punës prej Sajmir Kodrës. Nuk marr përsipër të flas për vendimin e gjykatës, thot Egla, ende nuk është zbardhur. Advokati më ka telefonuar, nuk kam qenë vetë prezente në seancë. Advokati më tha që unë dënohem si fajtore dhe detyrohem të shkruaj në një media një përgënjeshtrim për faktin që unë do me thënë t'i kërkoj falje Sajmirit dhe t'a pranoj fajin tim. Të paktën kështu po interpretohet. Ky është dënimi që advokati më tha që është marrë. Vendimi nuk është zbardhur, thot Egla, nuk dihet mbi ç'baz arsyetimesh, tha ajo. Më vjen mirë që kjo kauzë është në vëmendjen e të gjithëve, thot, sepse ky është qëllimi i kësaj kauze. Kam një video në Instagram ku kam folur fjalën e fundit në seancë, thot Egla, dhe ajo video është literalisht fjala ime e fundit. Nuk kam asnjë presje për të shtuar apo për të hequr në këtë mes. Unë nuk do të tërhiqem me mjete ligjore, do ta vazhdoj këtë betejë dhe ky do të jetë një shfrytëzim për të vazhduar betejën time deri në fund, tha Egla Ceno, do të thonë nga momenti që ka patur këtë konfliktin me Sajmir Kodrën. Ndihem shumë mirë që flitet për këtë gjë publikisht, duhet të flitet në fakt, thot Egla. Njerëzve që din të lexojnë në nreshta dhe që respektojnë figurën time apo këtë kauzë të jenë të kujdesshëm se si drejtohen. Kjo është një çështje që do durim dhe unë kam gjithë durimin e botës për ta çuar përpara, u shpreh aktoria. Unë bëra rrëfimin personal për një kauzë të lartë sociale, nuk u shpreha pa dashje, thot Egla, apo në emocion super, thot Egla Ceno. Do të ankimoj, do të shkoj deri në fund, tani më shumë se kur, do të doja të kisha bërë më herët, por nuk ka një kohë të përcaktuar për këtë gjë, thot Egla. E thash sepse nuk kam qenë kushtet për ta folur më parë, nuk më ka tërhequr truri, konteksti ku isha, konteksti ku dola, ishte në kontekstin e një bisede të organizuar me letra, ku flitej për këtë temë dhe unë solla eksperiencën time. Thot Egla Ceno, do me thënë nuk është diçka që ajo e ka shpikur. Ishte një lojë me letra ku Egla duheshte sipas Eglës të pranon të vërtetën e saj. Nuk më lidh asgjë me zotrin në fjalë, thot, nuk kam folur dhe as se kam takuar pas deklaratës. Çfarë kam për të thënë do të zhvillohet brenda institucioneve përkatëse, është shprehur Egla Ceno. Do me thënë duket që lufta mes Eglës edhe Sajmir Kodrës vazhdon dhe është e pafund.